Si bëhet zbardhimi i dhëmbëve? A ka ndonjë mënyrë natyrale ose bëhet vetëm në kushte të ordinancës ku bëhet nga stomatologët dhe cilat janë ato gjëra që duhet të kemë parasysh të gjithë njerëzit përpara zbardhimit të dhëmbëve në këto kushte? Zakonisht zbardhimi i dhëmbëve bëhet në ordinancë stomatologjike në mënyrë quhet zbardhimi profesional, i cili së pari bëhet izolimi i gingivës dhe pastaj bëhet lyrja e dhëmbëve me gel dhe me laser, domethënë në 2 deri në 3 seanca bëhet zbardhja e dhëmbëve. Zakonisht pacienti i cili e kryen zbardhjen javën e parë do duhet të ketë kujdes ushqimet me ngjyrë, për shkak se javën e parë, domethënë më shpejt dhëmbi i pranon domethënë ngjyrat dhe për shembull ushqimet me ngjyrë si që janë pijet, për shembull boronice e këto tjera. Andaj që zbardhimi është më i rrugës që të bëhet në ordinancë stomatologjike në zbardhim profesional. Me laser.